Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë me ju një ngjarje që në fakt na ka tronditur të gjithëve dhe na ka shokuar të gjithëve. Një vajzë 13 vjeçare është dhunuar në istok të Kosovës nga një 54 vjeçar. Unë nuk e di deri ku do të shkon budallalliku dhe epshi në qoftë se ka qenë për përdhunim, apo inati që një burr i rritur mund të ketë me një fëmijë. Një ngjarje e rëndë dhe tronditëse ka alarmuar opinionin publik në Kosovë. Pasi në fshatin Dubravë të komunës së Istogut është raportuar një rast i dyshuar i dhunimit të një të miture. Sipas informacioneve të konfirmuara, një burr 55 vjeçar është arrestuar nga policia e Kosovës në ndyshimin se ka kryer veprën penale të dhunimit ndaj një vajzeje vetëm 13 vjeç. Do të thënë një burr 54 vjeç ka dhunuar vajzën 13 vjeç dhe gjitha kjo ka ndodhur në fshatin Dubravë të komunës së Istogut. Sipas informacioneve të konfirmuara, një burr 55 vjeçar është arrestuar nga policia e Kosovës në ndyshimin se ka kryer veprën penale të dhunimit ndaj një vajze 13 vjeçare. Ngjarja, e cila ka shkaktuar indinjat të madhe dhe shqetësim të thellë shoqëror, dyshohet se ka ndodhur brenda një vile në këtë fshat. Me thënë, zotëria në fjalë ka marrë 13 vjeçaren, e ka futur në këtë vilën dhe e ka dhunuar. Burime të sigurta bëjnë të ditur se i dyshuari është kapur në flagrancë nga një sit policore pas një informacioni të pranuar me urgjencë, i cili ka çuar në reagim të menjëhershëm të organeve të rendit. Sipas burimeve të mediave, policia ka vepruar shpejt dhe në mënyrë profesionale, duke parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës dhe duke arrestuar të dyshuarin në vendin e ngjarjes. Arrestimi në flagrancë konsiderohet një element kyç në hetimin e rastit, pasi forcon dyshimet fillestare dhe jep pesh procedurës penale që tashmë ka nisur. Do të thënë, policia e ka nxënë zotërinë në flagrancë duke dhunuar vajzën 13 vjeçare dhe menjëherë normalisht i kanë patur faktet sepse ka qenë ai personi që ka bërë këtë gjë, menjëherë kanë marrur masat e rrepta. Në lidhje me këtë rast të rëndë ka kontaktuar edhe prokuroria themelore në Pejë, e cila ka konfirmuar zyrtarisht arrestimin. Zëdhënësi prokurorisë Shkodran Nikiçi ka deklaruar se i dyshuari është dërguar në ndalim për 48 orë. Nikiçi thot mund t'ju konfirmoj se një person është arrestuar dhe është dërguar në ndalim për 48 orë në ndyshimet e veprës penale dhunimi. Sipas procedurave ligjore, gjatë kësaj periudhe ndalimi, prokuroria do të vazhdojë me mbledhjen e provave, intervistimin e palëve relevante dhe analizimin e rrethanave të rastit, për të vendosur më pas për masën e sigurisë që do të kërkohet ndaj këtij të dyshuarit. Ndërkohë, identiteti i viktimës nuk është bërë publik dhe nuk do të bëhet publik, për shkak të moshës së saj dhe ndjeshmërisë ekstreme të rastit. Institucionet kanë theksuar se mbrojtja e privatësisë dhe dinjitetit të miturës është prioriteti absolut. Ky rast ka hapur sërish diskutime të forta në shoqëri mbi sigurinë e fëmijëve, përgjegjësinë institucionale dhe nevojën për vigjilencë të shtuar nga komuniteti. Dhunimi i të miturve është një nga krimet më të rënda dhe më të dënueshme, jo vetëm ligjërisht, por edhe moralisht, pasi lë pasoja të thella psikologjike dhe emocionale tek viktimat.
Ekspertët të fushës së drejtësisë dhe psikologjisë theksojnë se raste të tilla kërkojnë trajtim shumë dimensional. Përveç ndëshkimit të autorit, është thelbësore që viktima të ketë mbështetje të vazhdueshme psikologjike, sociale dhe institucionale, për të përballur me traumën për të rimarrë gradualisht ndjenjën e sigurisë. Policia e Kosovës, nga ana tjetër, ka bërë thirrje që qytetarët të raportojnë çdo dyshim për raste të dhunës, veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijë. Reagimi i shpejtë në këtë rast tregon se informacioni i dhënë në kohë mund të shpëtojë një jetë dhe të parandalojë një tragjedi, edhe më të madhe. Nga ana ligjore, Kodi Penal i Republikës së Kosovës parashet dënime të rënda për veprën penale të dhunimit, veçanërisht kur viktima është e mitur, por siç duket zotërisë në fjalë është dhënë vetëm 1 muaj dënim. Në raste të tilla, dënimet janë shumë të ashpra dhe përfshin burgim afatgjatë, jo 1 muaj, duke reflektuar seriozitetin ekstrem të veprës. Komuniteti në Dubrav dhe Mëgjër ka reaguar në tronditje dhe zemërim duke kërkuar drejtësi të plotë dhe ndëshkim maksimal për autorin të dyshuar. Banorët të zonës kanë shprehur shqetësimin për sigurinë e fëmijëve dhe kanë kërkuar që raste të tilla të mos të heshten, por të denoncohen menjëherë. Ky rast shërben si një alarm i fortë për të gjithë shoqërinë. Dhuna ndaj të miturve është një realitet i dhunshëm realisht, që kërkon reagim të përbashkët nga familja, shkolla, komuniteti dhe institucionet shtetërore. Heshtja dhe indiferenca vetëm sa ushqejnë këtë fenomen. Hetimet për këtë rast janë ende në zhvillim, ndërsa pritet që në ditët në vijim prokuroria në këtë mes të dalë me detaje shtesë dhe të njoftoj për hapat e ardhshme ligjor. Deri atëherë i dyshuari konsiderohet i pafajshëm deri në një vendim përfundimtar të gjykatës, ashtu siç e parasheh ligji. Ngjarja në Dubrav të Istogut mbetet një nga rastet më të rënda të raportuara në kohët e fundit dhe në një kujtesë dhimshme se mbrojtja e fëmijëve duhet të jetë prioritet absolut për të gjithë shoqërinë. Unë në fakt kam një mesazh përmbyllës në këtë video, në këtë rastin që unë e solla. Unë them që fëmia është bekim nga Zoti dhe nuk shikohet në aspektin e dhunimit, është e turpshme. Këto njerëz që që bëjnë vepra të tilla, do të thënë që dhunojnë fëmijë, zotërinë e kanë zënë në flagrancë, do të thënë në një vil e ka dhunuar këtë fëmijë, nuk dihet se çfarë marrëdhënie kanë, nuk është se kanë dhënë shumë detaje për raportin e tyre, por do të thënë është e turpshme kjo që po dëgjojmë. Dua në këtë rast të marr edhe mendimin tuaj se si ju e shikoni këtë ngjarje.